Dua hapësira që ka dilem për keqpërdorim, te kalohet me mbikëqyrjen adekuate që ka bë çdo institucion përkatës. Dobro, spоред вас има ли простор да се размислува за промен? Бидејќи видовме огромни суми. Gjithnjë ka, se këto ligje që janë të miratuar dhe që janë në fuqi, nuk janë ligje që nuk ndryshohen asnjëherë. Mirë po. Во која насока вие би движеле алтернативата за ова што е сега? Alternativa për mua është alternativë e cila siguron funksionim të plot të parlamentit dhe siguron vajtje ardhje të deputetëve në punë në kohën kur i duhen parlamentit. Për faktin që Лично вие би живееле во Скопје наместо да патувате секој ден отворено за Скопје? Për faktin që, do të them, për faktin që sipas kushtetutës, parlamenti është në seancë të përhershme, për ndërprerje. Sepse nuk mund të ketë alternativa tjera sikur që kanë institucione tjera me afat kohor të caktuar, prej orës 8 deri në orën 16 do vjen punë, ka transport për shku dhe do të shkojmë në transport tjetër. Këte nuk e lejon mënyra e funksionimit parlamentit ashtu si është e vendosur parlamenti me kushtetuta, nuk është çështje që është pushtet ekzekutiv që sot ka nevojë të jetë, nesër nuk ka nevojë të jetë. Është çështje që parlamenti është përfaqësues i qytetarit. Në parlament janë qytetarët, nuk janë deputetët. Deputetët po si të emëruar me emrin, por janë pjesë e atij populli që i kanë votuar dhe populli përmes tyre ka. Ама тоа не треба да се злоупотребува. Apsolutno, ja sето тоа го разбирам. Nëse ka elemente të keqpërdorimit, nuk është çështje që mund ta trajtojë parlamenti, është çështje që duhet ta trajtojnë institucionet tjera. Dhe gjitha institucionet tjera може да инициирате промени кои што ќе го намалат дискрецијскиот простор за злоупотреби. Një është inicimi i ndryshimeve, tjetër është çështja e hetimit të keqpërdorimit të mundshëm. Parlamenti si çdo institucion tjetër ka qenë i nështruar revizionit shtetëror. Dhe revizionit shtetëror nuk ka... Dobro, јас разбирам. Видете, ако имате патент наука, ако имате фискални сметки од патарини, нормално дека мора да му се исплати. Но тоа не значи дека нема злоупотреби. Ajo është procedura. Nëse ka keqpërdorime, nuk është kompetencë e parlamentit. Në bazë çkajt konstatoni ju se ka keqpërdorim. Këtu është thelbi i debatit që e bëjmë. Kush e ka kompetencën? Со една кола доаѓаат четворица, сите наплаќаат патни трошоци? Kush ja mund ta dihet, po nuk jam mbrojtar te... Не велам дека сте вие, но тој што треба да ги казни за тоа, но треба да инициирате евентуално промена. Jo të shkohen para te, po nuk jam ai unë që duhet të ruja, shkojnë me 1 vetura, shkojnë me 5 vetura. Ka institucione tjera që merren me atë punë. Dhe nëse ka ashtu rasti, ai institucion që merret me atë punë duhet të informon, të raporton parlamentit. Për ato raportime që t'i bëjë parlamentit që do t'i bëhet, nëse parlamenti ka bërë pagese për ato raportime kundrejt atyre raportimeve për keqpërdorim të mundshëm, atëherë parlamenti ka përgjegjësi për atë punë. Mënyrat, a ka mundësi për të hyrë për alternativë të reja për të shqyrtuar? Po. Dhe unë kam në parlament, faktikisht unë, parlamenti ka organizim gjithësisht njësi të veçantë organizative, institutin parlamentar, ku si mbas referencave janë personat që kanë edhe aftësi akademike në kuptimin e para përgatitjeve akademike, dhe do të ketë detyrë të bëjnë analizë komparative të gjitha mundësive që janë si zgjidhje,